Po mendoj që është një proces i fillimit, finalizimi do merr kohë sigurisht. Mirë po telefonata djeshme ka qenë, mund të them një arsye më shumë që të arrihet paqja, sepse janë dy, mund të them, fuqi botërore. Ende mund të marrëm që Amerika është fuqi bipolare, por telefonata djeshme ka sqaruar disa momente. Mendoj që amerikanët kanë dëshiruar që atë që nënkupton arritjen e një anëpushimi sa i përket infrastrukturës. Do thotë goditje, meqense edhe sot ka pas goditje të forcave ruse në, mund të them, në disa regione. Por më rëndësi ka qenë... arrit një anëpushim, zoti Bilali? U raportua për një anëpushim? Shef, definimi i anëpushimit i ka dy koncepte. E para i paraprin marrëveshja që do të ndodhë, dhe me që në gjitha, përse në Riyadh do të vazhdojnë, sepse dhe sot ke pas shkëmbim të burgosëve ruso-ukrainas, për mes Emiratet e Bashkuara Arabe, dikon ja 400 shkëmbimi ka qenë, por koncepti i arritjes së anëpushimit është një proces i cili do të fillon në detaje të përpilohet, dhe vija ndarjes do të jetë jashtëzakonisht pjesa, sepse të ne konceptet nganjëherë koklaviten, forcat paqërujtëse dhe forcat paqbërse. Forcat paqërujtëse, po që se kanë këtë mision, duhet ditë në ombrellën e ku janë. Dhe këtu rusët e kanë vrejtjen më të madhe dhe besoj që në dakordoncë edhe në telefonat. Që thëmë paraprakisht telefonata ka qenë dikun afër 2 orë, dhe mendoj që rusët kanë koketu si me rastin e Erdoganit ka qenë një zhagitje e Putinit, qëllimisht, do thotë ka lërë pak për disa arsye, për shkaqet tomë kështu në thojza, por ka qenë ai momentumi që një marrëveshje tillë dhe pika më rëndësishme ka qenë anëpushimi për detin e zi. Do thotë në ajër dhe në tokë të ketë një anëpushim, dhe Odesa është pika kyçe. Historikisht, Odesa është sot i porti vetëm që Ukraina ka në dispozicion, dhe mendon që forcat amerikane të kenë qasje menaxhim në këtë port, që për Rusinë është e voleshme, dhe forcat evropiane të jenë sa më larg kësaj. Sigurisht, për ata që mendojnë që Ukraina si do të vije fundi, mendoj është një trilaterale e një historiani kroat që thotë që jashtëzakonisht bukur në mënyrë brillante, rusët do kenë territorin, do fitojnë territor, amerikanët do të fitojnë resurset, mineralet, ndërsa fatkeqësisht ukrainasi do ta fitojnë vetëm slava Ukraina, lavdi Ukrainës. Është jashtëzakonisht, mund të them, çështje që e lëmshme, mirë po në dorë të gjithë të tokës ukrainase, të shtetit ukrainas, është në dorën e amerikanëve në këtë rast dhe në bashkëpunim në aleancë me Rusë. Dhe mendoj që në këtë drejtim paqja nuk mund të arrihet shpejt, është një proces i cili do të plotësohen elemente dhe shumë fragmentizma, mund të them, të cilët paraqiten në proces. Dhe mendoj që Rusia në këtë drejtim është e njohur që din të bëjë ekskivazhe, dhe mendon që pjesën ku është në dominim të 4 regioneve praktikisht mund të ketë një qasje për të cilën besoj që janë marrë vesh. Mirë po, ajo që është definitive, mendoj që takimi që do të bëhet mes dy liderëve do të sqarojë shumë gjëra. Zelenski në fakt pas ka thënë me njëherë pas bisedës me Trumpin që